Rreshtet e dëndura të shiut gjatë orëve të fundit kanë rritur ndjeshëm prurjet në rezervuarin e Çemërricës në njësinë administrative Lekas të Bashkisë së Korçës. Sipas banorëve të zonës, niveli i ujit në basenin e hidrocentralit të Marianit ka arritur në një pikë kritike, duke shtuar frikën për çarje të mundshme të digës. Autoritetet vendore kanë dhënë udhëzime urgjente për banorët e fshatrave Lekas, Xerje, Denas, Marian, Gurmujas dhe fshati i ri që të raportojnë menjëherë çdo situatë rreziku dhe të jenë në gatishmëri të plotë. Ekipet po punojnë për pastrimin e rrjedhës së lumit dhe të vetë rezervuarit me synim uljen e presionit mbi digë dhe parandalimin e një emergjence të mundshme. Autoritetet theksojnë se situata mbetet e paqëndrueshme dhe kërkojnë bashkëpunim maksimal nga banorët deri në normalizimin e situatës.